have no place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Get ready for this. DJ Blood and Duffy D's are the kids. Let's work. Let's work. Let's work. Let's work it, girl. Work it, girl. Work. Let's work. Let's work. Let's work it, girl. Work it, girl. Nuk po marr me t'pati, po ku marr me botari. S'kiqa tjetër me po ku kifa me dhomari. Po ju përshëndesim si çdo ditë, ditë për ditë, është ora 13:45 dhe ne kemi bashkë si çdo ditë tashmë rutina jon deri në 15:20. Do të flasim për shtëpitë ekologjike që së fundmi kanë filluar të përdoren edhe në Shqipëri. Do të flasim për një valle shumë të veçantë, më të bukur për mua personalisht për vallen Çame. Do të flasim për djersitjen e duarve dhe si mund ta kurojmë ato, po për këto e të tjera unë do të mirpres kolegët e mi, Joelin, Biesën dhe Albin. Po du me shku higher and higher again. So po du veç me këtyrën dhe party started. Dhe në fakt u kërcejnë me... Ju prita me Dafinën, që unë personalisht e dua shumë, sa ankoheni që nuk dua, Dafina është një nga më të mirat mendoj unë. Kush e di me çfarë do na përcjellësh? Me valle, sot e kemi me valle. Sot e kemi me këngë dhe valle, me ritëm, me dashuri, me alegri, si çdo ditë e ke fundit në ditë për ditë. Joel, bashkë për çfarë do të flasim sot? Bashk do të shohim bateritë e celularëve. Domethënë konkretisht si të kursejmë bateritë e celularëve. Jemi marrë dhe në fillim të javës me këtë pjesë, është një fenomen le të themi problematik për të gjithë ne. Me teknologji, Po, me futjen e smartphone-ve që bateritë nuk rezistojnë gjatë. Do shohim disa truke fare të thjeshta, por që në fund ditës mund t'ju shtojnë orë e orë bateri më shumë për celularin tuaj. Okej, Albi? Dhe me që jemi të kursimi i baterive dhe energjive, flasim sot edhe për shtëpitë ekologjike. Shtëpitë e së ardhmes, ato që do të na kursejnë jo vetëm para, por do të mbrojnë edhe planetin. Edhe ambientin ku jetojmë. Sigurisht. Bashkë do të flasim për djersitjen e duarve, është një fenomen që prek shumë njerëz, por si mund ta kurojmë dhe çfarë mund të bëjnë, do ta ndjekim më vonë në insertin që kemi përgatitur bashkë, ndërkohë Liesa. Alba, sot unë do ju flas për Notre Damein, po me një këndvështrim tjetër. 9 herë që Notre Dame ka frymëzuar Hollywoodin për të krijuar filma. Do diskutojmë aktorë të ndryshëm, vendet dhe filma të ndryshëm ku është përmendur Katedrali e Parisit e shumë gjëra tjera. Okej. Mezi po pres dhe Kristi. E Alba. Sot është dita ndërkombëtare e meçi ose e thënë në shqip dita e kombinimit, sepse jemi bërë të gjithë të kombinuar me njëri tjetrin. Dhe bukura është që nuk e flasim, edhe vetëm kur vim në zyrë dhe shohim që robat i kemi në jetën linj, në jetën vibe. Kristi, sot nuk do të flasim, sot do gatuajmë, kemi më shumë gatime për të bërë dhe janë mini kek të ëmbël me spinaq, një recetë shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme, jo vetëm për të rritur, por edhe për fëmijët. Çfarë do të na duhet ne për të bërë këto mini kek? Do të na duhet 60 gram spinaq, 180 gram tërshër e plot, 35 gram faralini, fryrës ëmbëlsira, shpak sot buke dhe kanell, 120 ml qumësht dhe 56 ml vaj kokosi ose vaj perime, çfarëdo lloj vaj që ju dëshironi të përdorni, 100 gram sheqer kaf, 2 banane dhe 2 vezë. Atëherë për bananet, ose keni bananet të tejpjekura që zakonisht njerëzit më së shumti i hedhin sepse janë shumë të ëmbla, ato janë bananet ideale për të pjekur. Ne me fatkeqësisht nuk kishim nga ato bananet pasi e mira është ti blesh dhe ti mbash në shtëpi derisa të arrin atë pjekurin le të themi që ne vetë dëshirojmë. Procedura është shumë e thjeshtë, por ju do thoni se ku ndodhet mielli. Mielli ndodhet tek tërshëra, sepse tërshërën do ta bluajmë. Do ta bluajmë bashkë me farat e linjë, do ta kthejmë në pluhur. Dhe kjo vetvetiu do të na bëjë neve që të zëvendësoj kështu tërshëra edhe mielli. Pra nuk mund ta përdorim dhe miellin dhe tërshërën?
Po, Apo është ndoshta më- në është një më recetë tjetër mund ta shëndetshëm. përdorim, por me këto raporte un kam vendosur që sot të përdorim vetëm tërshërën dhe natyrisht që është më e shëndetshme. Do të na duhet një blender për këtë recetë, ndër të tjera un kam tavën e mini kekëve, po mund të përdorni edhe në vetëm forma, letrash le të themi. Është tava, do t'i vendosim letrat dhe do të përdor për të shpërndar brumin lugën e akullores. Unë gjithmonë e them që luga e akullores është idealja për të ndarë brumin në masë perfekte, sepse mjafton ta mbushësh dhe çdo kup do të ketë një trajtësisht masë. Okej, Krisi, po të lëm e ty të qetë të vazhdosh, ndërkohë në ekran shfaqen dhe ingredientet me përbërësit përkatës. Tani do të flasim për diçka që mua personalisht më preku shumë sepse unë dhe i takova vetë pak më parë. Një nga gjërat që ne jemi krenar si kombë, si vend, është folklori ynë. Dhe për më tepër vallet popullore. Unë do doja të ndiqnim tani një valle dhe më pas do të flasim për më tepër për detajet. Valle bukur dor për dore, nusja por si lule bore, o kunishtja valle shekullore. Po kunishte valle bukur, e kërcejit Shqipëria, një tradit është kjo nga Çamëria. Tunde shamin me leze,
Bravo. Grupi P dhe E Bajrami. Përshëndetje. Unë jam ende emocionuar sepse ishte era parë që përballem me një valle çame nga kaq afër atë emocione shpresoj t'i kenë ndjerë dhe teleshikuesit tani. Përshëndesim të gjithë pa përjashtim sidomos dhe ata që kanë një origjinë çame. Do doja të dija më shumë sepse bashkë do të flasim dhe më vonë. Si ke emrin? Lidiana Mehmeti. Sa vjeç je? 12. 12. Ergi Mersini. Po ti sa vjeç je? 13. 13. Maria Kasimi, 24. Fiona Bubeshi, 11. 11, janë të gjithë kaq të vegjël, kaq të mirë. Telajmera, 22 vjeç. Sabrina Bazaj, 14. Pra janë të gjithë një brez i ri që kërcejnë mrekullisht mirë valle çame. Ju falenderoj të gjithëve. Ju lumshin këmbët. Faleminderit. Eluert dhe Puent. Mua më duket si pinjak, prandaj Bajrami. Është grupi P dhe E. Po. Grup Çam. Prej sa vitesh? Atëre, grupi P ende tashmë ka 9 vite që është P edhe E, por një pjesa më e madhe e gjithë valltarëve tan ka qenë pjesë e ansamblit Çamëria, por sot është bërë një grup P dhe E grup. Si lindi pra? Ju nga e keni trashëguar? Kush nga ka mësuar këto hapat e parë, vallet e para? Origjina Çame nga familja na ka bërë që ne t'i kërcejmë me emocion dhe dëshirën që ne ta trashëgonim këtë traditë, duke qenë se është diçka jo shumë e njohur nga një pjesë e madhe. Dhe kjo na ka bërë që familja jonë të na çonte në një grup artistik, ku drejtues ishte i ndjeri Arja Mehmeti. Ai nuk ndodhet më në këtë jetë, unë dua të përshëndes familjen e tij për këtë mrekulli që ka bërë. Ka lënë një thesar pas. Është vërtet thesar. Dhe nga ai moment ne kemi vazhduar me të njëjtën dëshirë dhe pasion. Arja Mehmeti është i pari të cilit na ka mësuar ne të vallëzojmë kaq bukur vallet dhe të përcjellim këtë traditën çame dhe tek ai brez që sapo pat. Aktivitetin që keni momentalisht ku e zhvilloni? Përshëndetje. Unë jam Eja e grupit Eluerti. Eluerti, po. Ne, siç i tha dhe Pueni, ka qenë vit pas viti duke ardhur dhe duke zmendësuar ne atë që na ka mësuar shumë më përpara. Ne momentalisht në qytetin e Vlorës jemi grupi që punon në Pallatin e Kulturës, ku grupi i madh përbëhet prej 8 çiftesh dhe grupi i vogël përbëhet rreth prej 10 çifte, fëmijë, dhe her pas here duke marrë me aktivitetet që organizon qyteti i Vlorës. Ta fëmijë janë mësuar prej jush, pra. Po. Si lindi kjo dëshirë e tyre për të qenë pjesë dhe për të vazhduar traditën çame? Sepse janë shumë të vegjël dhe është shumë e çuditshme dhe e bukur kur i sheh që e din kaq mirë dhe janë kaq të informuar për të trashëgimi kulturore. Vlen për të theksuar sepse pjesa më e madhe e valltarëve të vegjël që u pat dhe të tjerëve janë me origjinë çame dhe kjo gjë është e njëjta dëshirë. Un kam 20 vjet që merrem me vallen kryesisht çame dhe ata kanë të njëjtën dëshirë ashtu siç e kemi pas edhe ne. Kështu që pjesa më e madhe atyre që ne punojmë janë me origjinë çame, por jo vetëm. Edhe një pjesë tjetër e fëmijëve, që janë vendasur nga qyteti i Vlorës, kanë dëshirë e madhe për të mësuar jo vetëm me art kryesisht, sepse përveç se është një traditë, ky është një art në vete që ne arrim të punojmë. Që ne kemi kaq shumë vjeçar. A ka zgjuar kjo dëshirën tek të tjerët, pra që të shtohen, të shohet interesi i njerëzve dhe i të rinjve? Ndër vite interesi dhe grupi i valleve është zgjeruar çdo ditë dhe më shumë. Ka kërkesa çdo ditë dhe më shumë nga prindërit, nga vetë fëmijët, sepse këta janë në një moshë që e përcjellin dhe me njëri tjetrin, domethënë në shkollë, në aktivitete që mund të merren jo vetëm me valle, dhe e përcjellin që ne kërcejmë, dhe kjo ka lindur dhe dëshirë dhe duke i thënë njëri tjetrit, dhe jo vetëm nga tradita. Po, të kërcesh është një gjë dhe të trashëgosh pastaj kulturën çame është tjetër gjë, se siç dihet është një temë që ne na prek të gjithëve dhe prandaj u emocionova sepse këto këngët janë
janë realisht shumë të prekshme. Ti ke një nga ata fëmijët që e ke rritur vetë, le të themi. Po. Sepse e ke marrë kaq të vogël, 3 vjeç, në mos gaboj? Po. Dhe ai sot është 13? 13. Ne ke mësuar që në hapat e parë. Ne do ta ndikim dhe më pas. Është pikërisht ai që sapo unë i lash vallën në Osman Takës, e quhet Ergi Mersini. Unë e kam rritur vetë atë djalë, është shumë i talentuar, është shumë djalë punëtor, për më tepër dhe origjinën e ka çame dhe ai përveç se unë i kam përcjell mënyrën e lëvizjeve, të gjitha këto, ai ka dhe një ndjeshmëri i të qenurit çam. Dhe pak më parë ju e ndoqët vallën e Osman Takës, legjenda e vallës çame, dhe unë pranoj që t'ia dorëzoj vetëm atit vallën, sepse është ai të cilin unë e kam rritur dhe kam punuar vetëm për këtë vallë. Ka pasur instiktin që fëmijë, rreth 4-5 vjeç kur ka qenë i vetmi fëmijë të paktën i grupit që nuk çoi asnjëherë kërcente, vetëm shikonte lëvizjet e Puenit, derisa i bleu dhe arriti sot që të jetë të paktën për moshën e tij një nga më të mirët të Shqipërisë në atë vallë. Unë di që gjithashtu ju krahas e ndani me njerëzit që keni rreth rrotull, e ndani, le të themi, talentin dhe gjithë dashurinë që keni për vallën, edhe me turistët. Kjo më bëri përshtypje sepse është besoj një nga gjërat më të bukura që turistëve mund t'i shfaqim ose t'i shërbejmë, t'i servirim, nga kultura jonë, çfarë mund të jetë më mirë se sa vallja çame. Ne kemi 2 vjet tashmë që merremi me disa komplekse turistike në qytetin e Durrës dhe të Vlorës. Merremi duke qenë se ne turistëve, përveç se pamjeve të bukura që kemi, që na i ka falë Zoti, ndërtesave të bukura, të gjitha gjërave, ne duhet t'i tregojmë dhe për kulturën e mrekullueshme që ne kemi dhe vazhdojmë ta trashëgojmë. Dhe në 2 vite eksperiencë, se them me bindshmëri shumë të plot, kërkesat janë shumë të larta për këtë sezon nga ish turistët e vjetshëm dhe ne fillojmë përsëri sezonin në muajin maj dhe deri në muajin nëntor e fillojmë përsëri dhe këtë vit do jemi përsëri me turistë për t'i treguar se sa jo vetëm e bukur Shqipëria, por sa vallet e bukura, sa traditë të bukura. Është shumë e vërtetë. Folklori më i pasur që kemi dhe padyshim duhet ta prezantojmë tek turistët e huaj. Është e vërtetë, unë thash se pak më parë është një nga gjërat që ne shqiptarët jemi më krenar, sepse jemi ndër të vetmi mund të them që në botë që e kemi të folklor. Unë do doja që të kishim edhe një performancë tjetër, sepse ishte kaq e bukur sa nuk dua t'ju lëtikni me kaq, kështu që do të mirëpres më të vegjëlit e grupit. Janë këta më të vegjëlit? Po, ata janë më të vegjëlit, por para se ne t'i ftojmë ata, unë atë falënderimi që nuk bëra në fillim, po e bëj në fund dhe jo pa rëndësi. Unë i falenderoj si emision sepse kam parë që jeni të impenjuar shumë te kultura dhe bravo ju qoftë dhe meritojnë një dhuratë të tillë shumë madhe. Unë për emisionin tuaj kam përgatitur një dhuratë shumë të vogël, shpresoj të jetë një kujtim nga emri i vogël. Si ke emrin ti? Si ke emrin? Sa vjeç je ti? 8 vjeç. Sa ke që vallëzon? 3 vjet. 3 vjet. Kjo është një kujtim. Se ndoshta nuk... Edhe një herë, si kështë emrin? Gracie. Gracie, sa vjeç je ti Gracie? 8 vjeç. Kush të ka mësuar ty të vallëzosh kaq bukur? Presari. Presari, sa të mirë. Faleminderit Gracie. Kjo është një çelësh. Shumë faleminderit. Është vërtet shumë e veçantë dhe janë gjëra që mbeten gjithë jetën. Kështu që unë ju falenderoj pa fund dhe shpresoj shumë t'ju kemi sërish. Faleminderit. Ndërkohë do të mirëpres më të vegjëlit e grupit dhe bashkë do të shihemi. Ju falenderoj pa mas për emocionin që na transmetoi jo vetëm mua, por sidomos publikut. Faleminderit. Çamuri, namori mali, moj çamur, seni de udam kahali, moj çamuri, namori mali.
gjyshi më kishtan, e se kur jemi ndar, atje ke vëllam që kur nuk e ke par. Shumë kohë mendova, sa u bësati, vajta të takoja vëllam nga filati. Oh, moj nuse bukur, shtësoni kësaj ane, kështu më të dukur, më duke si qane. E kur të shoh kështu moj qa, me jele ke me qitjane, por zilo ke manzurane, qame e kaluar qame. Nga Shqipëria, atje jam me shpi, jam nga Çamëria, Çame jam si ti, prindrit kurona, amanet malan, mos haro filati, atje ke vëllan. Ka sofaki, shkepe më në të qarë, mos je më trajime, vites të ka parë. E ka pa për floku, e pufa me ma, qme kujtove nëna, si kur të jetë gjallë. Unam për së gjalli, s'njohim njëri tjetrin, modras një vëllana, lindi u të vjetrin. Unam për së gjalli, s'njohëm njëri tjetrin, modras një vëllana, lindi u të vjetrin. Unam së tokë, shkepa më në të qarë, që ky fati jone, të jetojmë të ndarë, në këtë botë të madhe, ndodhin mrekulli, njerëzit le të ndahen, bashkë në një ditë. Unam për së gjalli, undëm njëri tjetrin, modras një vëllana, lindi u të vjetrin. Unam për së gjalli, undëm njëri tjetrin, modras një vëllana, lindi u të vjetrin. Bravo! Bravo, bravo, grupi Çam. Unë do doja të dija, sa vite ke që kërcen? Kam 4 vjet. Po kush të solli ti të kërceje? Kush të mësoj këto? Presori. Presori? Po ty? Kush të mësoj? Presori. Presori? Po. Kush është më i vogli këtu? Ti jam i vogli? Po. Po ty kush të mësoj? Presori. Presori? Po nga e dini t'juve për Vallën Çame? Jam se presori për herë të parë apo familja? Presori për herën e parë. Presori? Po ty zemër? Presori. Presori dhe ty. Presori. Profesori, falenderojmë shumë profesorin, Eluertin dhe Puenin dhe sidomos fëmijët e vegjël që na mrekulluan. Unë jam ende emocionuar, ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese.
do doja të evitoja atë moment që duhet flas tani sepse jam ende shumë emocionuar nga kjo kënga, pjesa e ndarjeve, njëri këtej tjetri andej, domethënë që e vogël kur kam dëgjuar të këngën më ka bërë historikisht të qaj, është shumë dhimbje e madhe. Realisht, kështu që nuk e di, unë falenderoj shumë grupin Çam për këto emocione dhe shpresoj që dhe shikuesit janë mrekulluar njësesi ne. Albatina solle shumë kujtime ndërmend. Mua personalisht më solle kujtimet kur isha 5 vjeç dhe merja pjesë në shtëpinë e pionierëve në Peshkopi. Vërtet? Dhe isha pjesë e valltarëve të Vegjël. Edhe u emocionova jashtëmase, madje Liesa ishte gati të qante, domethënë thash, "Ok, Liesa, mbaj dotës se do qaj edhe unë pastaj." Dhe mua më dha Kristi Façolet në fakt sepse është shumë emocionuese, sidomos kur she fëmijët që e ndjejnë, sidomos me ato lëvizje që e ndjenin aq shumë, është mrekulli, realisht. Le të themi që janë fëmijë që duhet të jenë shembull për të gjithë. Fëmijët e së ardhmes. Fëmijët e së ardhmes, sigurisht. Do të kalojmë në një tjetër temë. Do të flasim për djersitjen e duarve. Një ndryshim komplet. Një ndryshim, po, është diçka që shqetëson të gjithë, sidomos një pjesë atyre që kanë të bëjnë me para, me fleta, me dokumenta, pra që janë gjatë gjithë kohës pra që kanë kontakte me sende të ndryshme dhe kanë një profesion të tillë. Unë do doja të ndiqnim insertin bashkë me dermatologen tonë, e cila do ta tregojë se si mund ta kurojmë këtë problem. Përshëndetje, jemi sërish këtu sot me dermatologen tonë Violeta Dajçi. Kësaj radhe për të folur për një fenomen që prek mjaft njerëz. Bëhet fjalë për djersitjen e duarve, ndoshta për ata që nuk dinë se si kurohet apo se nga vjen, këto dhe të tjera do të na i rrëfej doktor Eshaja. Se ndodh, doktor Esha, çfarë është ky simptom? Djersitja e duarve, por ndoshta edhe zonave të tjera, po kryesisht e duarve, këmbëve dhe sqetullave është një dukuri që haset shumë në shumë persona, për të mos thënë në pjesën më të madhe të sidomos të moshës së adoleshentëve. Por haset shumë edhe unë për shembull këtë pjesën e djersitjes së duarve e vëre shumë në ekonomistët, ose ata bankierët, ose ata ndoshta më shumë e kanë problem për arsye të punës së tyre dhe ankohen për lagjen, djersitjen e dokumentave ose letrave me të cilët punojnë. Arsyet e djersës në fakt që mund të jenë edhe një djersitje e përgjithshme e trupit janë të shumta dhe shpesh herë janë të lidhura me ndryshimet hormonale. Faktorë të ndryshëm ndikojnë tek djersitja e duarve. Cilat janë ato? Ka shumë faktorë që ndikojnë dhe një ndër faktorët është edhe mosha e pubertetit, atëherë kur në fakt të gjitha hormonet janë pak të lajfitura ose luajnë me organizmin në mënyrë të çrregullt, por edhe në mosha më të vonshme ndodh që shfaqen këto fenomene, ndoshta në të gjithë trupin në raste të rralla, por kryesisht në zonën e duarve ose zonën palmare, plantare të këmbëve dhe në zonat aksilare. Kjo vihet re sidomos në disa persona që bëjnë aktivitet të shtuar fizik, por që mund të kenë në një problem sërish hormonal, por këtë radhë që duhet mjekuar, jo si në rastin e adoleshentëve, dhe që shpesh herë lidhet me çrregullimet funksionale të tiroides. Pra ky nuk është shkak psikologjik i këtyre personave që vuajnë. Tu desha të dalë që është edhe ka dhe një shkak emocional. Nga shtimi i emocioneve, persona që janë shumë emotiv, por jo gjithmonë, ndodh që shfaqet një djersitje e tepruar. Dhe emocionet në fakt gjithmonë hynë në lojë, gjithmonë kanë rolin e tyre, kanë edhe hormonet. Prodhimet e shtuara në këtë moment kortizolit bëjnë që të ndodhin dhe këto fenomene të djersitjes së tepër. Pra ndodhen në personat emotiv. Këtë fenomen mund ta mbajmë në kontroll? Ka disa metoda që janë përdorur historikisht, janë disa lloj kremash, spray, solucione, domethënë janë perspirant që quhen, janë dhe disa lloj pudrash, por që në fakt efekti lë shumë për të dëshiruar. Nuk ka një zgjidhje përfundimtare me këto. Vitet e fundit ka filluar të përdoret gjërësisht aplikimi botoxit, që në fakt e frenon,
Ai e frenon sepse botoksi është është një medikament në fakt që jep paralizë të muskujve. Dhe duke qenë i shtrirë muskulit, pra i paralizuar, ai nuk arrin të mblidhet dhe të japë se në fund të fundit kjo djersa del nga folikuli qimes, nga aty ku del floku, qimja, ku janë pore të lëkurës, dhe kjo pore gjithmonë arrin ta nxjerrë djersën duke vënë në punë muskujt e vegjël që rrethojnë poren. Krahas mjekimeve alternative, fjala e fundit e mjekësisë është ionoforezis, ose më sakt, këmbimi i kationeve dhe anioneve në qelizë. Një trajtim sa bashkohor aq dhe efikas, zgjidhja perfekte për ata që vuajnë nga djersitja e duarve dhe jo vetëm. Mos e mbaj të fshet këtë energji, sepse kush të shuhet s'ka vlerë. Veproti me thjeshtësi, jeto jetën si ajo të vi. Pasuria jo nuk. Jo, unë nuk vuaj, por që ishte vërtet një informacion i vlefshëm për të gjithë, sepse është problem jo vetëm për duar dhe në pjesë të tjera siç e tha dermatologu. Është një problem masë, Alba, në fakt djersitja e duarve, ka shumë njerëz cilët i shqetëson jashtë masë, i shqetëson jo për faktin sepse ndjen të pisët, sepse jo gjithmonë djersitja e duarve përkthehet në papastërti, por sepse e kanë siklet momentin që prekin t'i japin dorën. Është pjesë e përditshmërisë, nuk është vetëm momenti kur janë në kontakt me dokumentet, domethënë që të lidh puna dhe prishen letrat e tjera në radhë, por edhe thjesht një shtrëngim duarsh mund të kthehet i sikletshëm, le të themi, edhe me misht. Në fakt kemi vënë në re se kjo pjesa e djersitjes së tepruar na vë edhe në siklet her pas here, sepse ka njerëz që e kanë në pjesë të trupit të tyre, pra kështu kanë lindur edhe nuk mund ta shmangin dot këtë gjë. Por mjekësia e ka gjetur një zgjidhje edhe për sa i përket kësaj pjese. Kemi botoksin që mund ta bëjmë nën sqetull, domethënë tek pjesa e sqetullave Alba, edhe mund të evitojmë gjithë këtë djersitjen e tepruar që mund të na krijohet her pas here, sepse ashtu ndodh zakonisht. Shohim edhe pamjen, mjeku bën një matje paraprake përpara se të bëj injektimin e dozës së botoksit. Botoksi funksionon për mpirjen e muskulit, pra siç njihet gjërësisht funksionon pikërisht për këtë. Edhe kjo gjë ndihmon që ajo pjesë, ajo zonë ku injektohet botoksi mos të krijojë djersitje. Pra është efikas. E theksojmë këtë gjë që nuk ka as dhimbje, sepse pjesa më e madhe e njerëzve mund të mendojnë që pse ta bëj unë këtë gjë, pse kem shëring në trupin tim, nuk ka as pak dhimbje dhe mund të na ndihmojë për sa i përket kësaj pjese, pra jo vetëm nga ana estetike edhe shëndetësore, por edhe nga ana psikologjike dhe sociale. Pra siç e thash edhe pak më përpara, nëse ne jemi të djersitur në një ambient publik që ka njerëz të tjerë, ndihemi shumë në siklet dhe ndihemi shumë keq me veten tonë, pasi nuk mund të bëjmë diçka për këtë, por tani mund të bëjmë diçka për këtë. A ka efekte anësore botoksi, Liesa? Mund të ketë efekte anësore botoksi, për arsye se është një injektim që bëhen në trupin tonë, pra mund të ketë marrje mendsh, mund të ketë të vjella, por pjesa më e madhe e pacientëve nuk është se kanë efekte anësore, varet se si reagon çdo trup në fakt. Ose nëse pacienti që bën këtë botoksin përdor edhe ilaçe të tjera, ndoshta mund të ketë një reagim mes këtyre të dyave dhe kjo të ketë një efekt negativ ndoshta. Megjithatë, Liesa, unë kam parë shpesh në rrjetet sociale që kjo si procedurë është një procedurë që është futur në çdo klinik, gati në çdo klinik shqiptare, sa i përket estetikës. Ose se të krijon edhe një farë vetbesimi në fakt. Ndihesh ujë me veten sepse ke fjetur mendjen që nuk do djersi, sidomos në muajt e verës që problemi është akoma edhe më i madh prej vapës apo temperaturave të larta. Kjo është një procedurë që kryhet në sa kohë për shembull? Varet nga organizmi. Zakonisht botoksi ka efektin 6 muaj, po ka trupa të ndryshëm që mund t'i zjasë edhe 3 muaj. Sidomos lezova trupa që merren me sport apo bëjnë aktivitet fizik që djersisin më shpejt, efekti mund t'jetë më i ulët, pra duhet ta bëjnë çdo 3 muaj këtë lloj botoksi. E me që jemi tek sporti, Liesa, do të mirëpres Kris Dybollin, trajnerin ton, i cili do të na tregojë se çfarë ushtrimesh do të bëjmë sot. Përshëndetje Alba, përshëndetje të gjithëve. Sot do ju tregoj disa ushtrime që mund t'i bëni në kushte shtëpie. Herën e kaluar folëm për ushtrime në kushte zyre, tani mund të tregojmë disa gjëra që mund t'i bëjmë në shtëpi dhe mund t'i japim pak më shumë intensitet stërvitjes. Kështu që prapë më duhet një nga ju ama për t'i demonstruar bashkë me mua. Unë jam pak pa qef sot, por gjej Albi. Hajde. Jam dhe me fustan. Jam bërë për herë shumë. Deri në fund të emisionit. Do ma paguash. Deri në fund të emisionit do jesh bë fit ama. Je sigurt të ta mbash xhaketën?
Mund dhe ta hesh, shpresoj mos t'i prish po mikrofone. E more, zhveshe, trajnove, të gjitha. U bë tamam. Tani. Kalo këtu anashmi, do bëjmë ushtrime edhe për pjesën e poshtme, edhe për pjesën e sipërme të trupit. Pak më larg, se na duhet pak distancë. Tani përpara bëj disa rrotullime të këmbës në mënyrë që të përgatiten nyjet për ushtrimin që do bësh. Edhe nga këmba tjetër. Zakonisht një gjë e tillë bëhet diku te 10-15 sekonda për secilën pjesë të trupit në mënyrë që të kesh një nxemje sa më të mirë. Duke qenë se do punojmë edhe pjesën e sipërme, kërkojmë të bësh edhe disa rrotullime të supeve gjithashtu. Këto janë ushtrime që ne i bëjmë në kusht të shtëpi apo jo? Po, siç më ta shohësh, nuk na duhet. Nuk ka nevojë të shkojmë në palestër sepse shpeshherë kjo pjesa e palestrës na tjetër mund të jetë pak mbytse dhe duket sikur bën edhe një punë më tepër kur shkon në palestër. Kurse në shtëpi je në rehatin tënd. Po, është edhe puna e orarit, që thotë jo të gjithë kemi orarin dhe mundësinë që të shkojmë në palestër çdo ditë. Sigurisht. Tani, për ushtrimin e parë, do bëjmë një squat dhe ndërkohë që çohesh kërce, rrotulloje trupin anash dhe prapë në vend. Pra. Okej? Po, mos u kthe vetë komplet anash. Okej, duhet të kthej vetëm mesin dhe prapë në vend. Uli përsëri dhe nga ana tjetër. Okej? Dhe në këtë mënyrë aktivizon edhe pjesën e trungut të trupit. Unë di që ti ke bë kërcim, që ndoshta e ke më kollaj këtë gjë. Shpresoj ti më. Ulju, kërce, rrotullo dhe prapë në vend. Domethënë, okej. Jepi. Po, dhe prapë në vend. Duket më shumë sikur po kërcen me këtë. Tamam. Janë reflekse. Okej, ulu përsëri. Okej, hajde. 1, prapë në vend. Ulu. 2, prapë në vend. 3, prapë në vend. Nuk ka problem, thjesht rrotullo nga një anë. Sigurohu që të rrotullohesh njësoj nga të dy anët, në mënyrë që të aktivizohet pjesa e trungut. E kam fjalën, ke fjalën për pjesën e muskujve që janë në fund të bardhë. Punojnë kofshët, punojnë bitët dhe gjithashtu aktivizon edhe pjesën e trungut të trupit përmes rrotullimit që bën aktivizohen edhe muskujt abdominal. Tani, për ushtrimin e dytë, do na duhet pak më shumë distancë, po do bëjmë këtë gjë. Do shkosh anash dhe do ulesh nga njëra anë. Pastaj nga ana tjetër dhe do ulesh nga ana tjetër. Në këtë rast tërhiqen muskujt e pjesës të brendshme të kofshës dhe fokusohesh të punosh nga njëra anë e këmbës, nga njëra anë e trupit. Gjithashtu zgjatu, ande nga do ulesh, duke i dhënë pak punë pjesës pasme të trupit, okay? Shko nga ana tjetër. Tej, okay? Prap, të njëjtën gjë. Okej, nga ana tjetër prap. Jepi. Më shpejt, se në varësi të shpejtësisë që ekzekuton ushtrimin, rritet edhe intensitetin, vështirësinë dhe kaloritë që djeg në atë rast. Okej? Bëjmë disa përsëritje. Mos më thuaj që po lodhesh tani. Jepi. Jo, mezi pres ato minikekësat e Kristit. Mendjen të hashe ke. Okej. Tani, duke qenë se kemi bërë për pjesën e poshtme, mos më thuaj që u lodhe me kaq, se kemi akoma. Okej, tani që kemi punuar për pjesën e poshtme, do bëjmë disa ushtrime edhe për pjesën e sipërme të trupit. Kështu që do ulemi sikur bën një push-up në këtë pozicion dhe ke pa ndonjëherë një tavolinë me 3 këmbë, do të çosh dorën këtu dhe pastaj dorën tjetër te supi tjetër. Okej? Po bëu gati se do duhet goxha punë me trungun e trupit. Okej. Kështu që çon njërin dorë këtu, tjetër. Jep. Sigurohu që e transferon peshën e trupit nga dora që ke të bazuar poshtë. 6, jep. Bëjmë diku te 10-15 sekonda këtë gjë. Dhe sigurohesh je duke punuar trungun e trupit, abdominalet gjithashtu dhe sigurisht jep goxha tension edhe kraut nga i cili je duke u mbështetur. Nuk ndalon më Albi. Jo, shumë mirë. Më vjen mirë që po vazhdon ta demonstroj ndërkohë që unë përshkruaj. Mos u ços se jemi akoma aty. Tani, ushtrimi tjetër që do bëjmë do jetë mountain climber. Do bësh këtë gjë, do të çosh gjurin përpara, pastaj mbrapa do të sillesh këmbën tjetër. Okej. Jeshtë rri në këtë pozicion, sill këmbën përpara. Apo unë jam me cilë se pa mi. Mos na lodh shumë Albi, se na duhet edhe për një orë mision. Por do bëjmë disa përsëritje në mënyrë që të aktivizojmë pjesën e abdominaleve në këtë rast. Ai është fokusi që po bëjmë me këto ushtrim. Do sillim këmbën përpara, tjetrën. Dhe alternojmë me njëra tjetrën në mënyrë që të kemi një stërvitje të mirë të abdominaleve. Ushtrimi i fundit që do bëjmë ku prapë duhet jemi poshtë. Do bëjmë një ushtrim që përfshin pompat dhe gjithashtu përfshin edhe një kickback për glutet apo për muskujt e biteve, që shumë goca duan t'i punojnë zakonisht, okay? Jo, Leri, s'ka problem. Një herë tjetër ndoshta. Do ju them paraprakisht që të vinë me tuta. Kështu që ulemi prapë në push-up dhe ndërkohë që ulesh, do të çosh edhe këmbën sipër. A, Kristi tani e vështirësove punën. Ulu, jemi prapë te tavolina me 3 këmbë.
Njërin, njëri tjetër. Okej, kemi bë mjaftueshëm përsëritje besoj për të kuptuar. Besoj të ndjenit aktivizimit e glutet ndërkohë që bën shtytje. Okej. Atëherë, në këtë rast kemi punuar kryesisht muskujt e gjoksit, ama kemi kapur trungun e trupit me gjithë ushtrimet që bëm dhe kemi punuar si pjesën e poshtme edhe pjesën e sipërme të trupit. Dhe kam përshtypjen që duhet të themi njerëzve tani që kaq ishte emisioni për sot, mirëpafshim, mbarua. Jo. Se mund të bëjnë midis publiciteteve të ndryshme mund të bëjnë edhe sete të tjera nga këto që ne Krisi, thamë. sa duhet të bëjmë nga këto që të fillojmë të kemi një rezultat? Për shembull, nëse bëjmë për ditë, mund të kemi një rezultat? Është e sigurt që djeg goxha kalori nëse i bën për ditë ushtrimet, po duhet të sigurohesh që nuk i ha këto kalori që ti djeg, nuk i kompenson me ushqim, së ndryshe është e kot stërvitja që bën. Sigurisht muskulatura e merr tensionin me ushtrimin, po nëse do të humbësh peshë, duhet ta ndjekësh me një plan të mirë ushqimor. E kuptoj. Falenderojmë shumë. Gjithashtu. Si gjithnjë për informacionet tua kaq të vlefshme. Do doja t'ju rikujtoja edhe një herë rrjetet tona sociale, si në Facebook, gjithashtu dhe në Instagram, ditë për ditë në TV Klan. Nëse keni diçka të bukur për të ndarë me ne, siç ishte për shembull vallja e grupit Çam, do ishte shumë e bukur të ishte dhe ju, pse jo, një nga të ftuarit tan. Alba, mos harrojmë edhe emailin, i cili është ditë për ditë TV Klan. Unë harroj gjithmonë atë, Albi, po jap se je ti, jap se unë nuk jam vetëm. Kështu që do të kalojmë në hapësirë publicitare, do të themi sërish në studio. Jam te këndi i Kristit, sepse është momenti që unë dua të di se në çfarë faze kemi arritur. Në fakt unë shijova vallet, shijova çdo gjë edhe 2 minuta më deshën për të sjell tërshërën dhe faren e linit në miell. Pra siç e shikoni tani ka formën e një mielli dhe ndërkohë të gjithë përbërësit e tjerë i kemi bërë pure në blender dhe tashmë vetëm t'i bashkojmë së bashku ngjyra fantastike jeshile. Po fryrësin e kishe hedhur tek blenderi apo është tek pjesa e fryrësin e kisha tek pjesa e tërshërës së të farave të linit. Pak a shumë të gjithë përbërësit e thatë më vete dhe të lëngët në një anë, por kur kemi sheqerin do ta fusim gjithmonë tek pjesa e lëngët, dihet, sepse të përzihet me vezën, të përzihet me pjesët e tjera dhe të tretet. Do të na duhet vetëm pak sekonda që me spatull të Dhe në qoftë se ju e lini brumin për disa minuta në banak, do të shikoni që brumi trashet sepse tërshëra thith lëngun. Dhe kjo është edhe vetia e vetë tërshërës apo farës së linit. Kur është në një gjendje të lëngët, pra me një aktor tjetër të lëngët, ajo fillon dhe bymehet. Dhe kjo ta bëj që të luajë dhe rolin e miellit. E miellit, po. Tani në tavën tonë un kam bërë 2 lloje demonstrimi dhe kjo nuk është pa qëllim. Kemi versionin ku ne lyejmë tavën me vaj. Atëherë vendosim pak vaj tek pjesa e një picete dhe thjesht e lyejmë pak me vaj dhe këtë tjetra kemi letrën e cupcake-ut. Kështu që këto lugët akullores që mua ma bën jetën gjithmonë më të lehtë, sepse për ata që nuk i kanë, çfarë mund të përdorin apo lugë normale? 2 lugë normale, mjafton që 2 lugë gjelle, ta mbushni deri në gjys pjesën e gropës. Kjo sepse gjatë pjekjes do të fryhet dhe natyrisht nuk duam që të na derdhet. Kështu që unë me të mbushur gropzat, ndërkohë furra është ndezur në 190 gradë, ose na u bë pak pis. Furra është ndezur në 190 gradë dhe do të pishet për rreth 20-25 minuta. Mjafton që një kunjë dhëmbësh ta vendosni brenda dhe kur ajo del e pastër do të thotë që minikeku jonë është gati. Faleminderit Alba. Nëse keni ndonjë papastërti, le të themi tek pjesa e sipërfaqes, mjafton që me një pecetë ta pastroni që të mos na digjet gjatë pjekjes. Besoj Alba deri në fund të emisionit, po jam pjekur dhe janë gati për të shijuar. Gjë tjetër s'ka nevojë tjetër sipër.
Tani, këto mund të konsumohen kështu dhe unë e kam bërë jo pa qëllim sepse dua të kemi versionin e mëngjesit apo versionin ku ti e merr këtë si një ëmbëlsirë të shëndetshme dhe e ke në çantë apo tek çanta e ushqimit dhe e konsumon gjatë ditës. Por ama, nëse dëshironi mund t'i vendosni edhe krem sipër, që mund të jetë sipas dëshirave tuaja apo thjesht të rresni pak çokoladë, të bardhë apo të zezë sipas dëshirës edhe ta dekoroni sipër. Super, okay, mezi u presi provojmë këto. Ka ishte të bësh, nuk kam pak për ne? Unë që të kërkojmë ditë për ditë dhe më shumë. Më duket se në puntatën tonë të fundit, unë duhet kem një tenxhere të madhe që të ushqejmë të gjithë. Okej, Kristi, do të jemi prapë bashkë, pak më vonë. Albi do na flas për një serial që ka bërë pak bujë, le të themi në rrjet. Le të themi ka bërë shumë bujë, Alba, sepse bëhet fjalë për një serial i cili nga vetë titulli i tij tërheq të gjithë vëmendjen. Quhet Sex Education. Edukimi seksual. Ne deri diku e dinim që edukimi seksual ishte një para pak kohësh ka qenë klasë në shkollë. Lënd ka qenë po, në 8 vjeçare. 8 vjeçare, më pas u zëvendësua me diçka tjetër. Sot bëhet fjalë për një serial në Netflix, një serial i cili ka nisur në datën 11 janar të shfaqet në Netflix. Do doja të dija për çfarë flet konkretisht, pra pak më shumë si subjekt. Ti do të thuash se ti më the që e ke ndjekur. Jo, patjetër, por si trajtohet pra në çfarë? Unë pata shansin që të shifja sezonin e parë, duke qenë se sezoni i dytë i këtij seriali ende nuk ka dalë. E kam parë për mos i gënjur brenda 2 netësh. Pra brenda 2 netësh unë arrita që të shija 8 episodet e serialit dhe sigurisht e ke parë natë. Sigurisht kush sheh Netflix. Sepse paraditësh në punë prandaj. Po? Jo, është një serial i cili vërtet të lë shumë bresa, jo vetëm për titullin i cili është vërtet ngacmues Sex Education, por sepse mënyra si trajtohet tema e seksit dhe edukimit seksual është komplet një gjë tepër e veçantë. Të gjitha ngjarjet rrotullohen rreth një djali në gjimnaz i quajtur Otis. Otis ka një mama paksa jo të zakonshme, sepse ajo është një psikologe seksi, le ta quaj. Seksologe, po. Një seksologe, po. Ajo bën terapi në shtëpi ndërkohë që edhe Otis jeton bashkë me të. Dhe Otis duke u ngacmuar pak nga nëna e tij dhe nga problemet që ka në gjimnaz me moshatarët, thot pse jo mos të hap edhe unë një klinik terapie seksi në bodrumin e shkollës. Së bashku me një shoqën e tij hapin këtë bodrumin dhe përpiqen që të ndihmojnë të gjithë moshatarët dhe shokët e tyre, miqtë e tyre, përmes disa këshillave që ai në mënyrë të fshehtë i vjet nga ëma. Është një serial tepër interesant duke qenë se trajton jo vetëm seksin si marrëdhënie midis dy të rinjve, por edhe mënyrën se si duhet të mbrohemi nga sëmundjet e seksualisht është edukativ siç ka dhe titulli. Është super edukativ, Alba. Shohim raste kur kemi rastin e një adoleshente e cila mbetet shtatzan dhe më pas zgjedh nëse do ta mbaj apo jo fëmijën, se s'dua të bëj edhe spoilers në këtë rast. Shohim rastin e një djali i cili bie në dashuri me një djalë tjetër. Janë gjëra që ndodhin në 2019 dhe ky serial është një tablo komplet realiste e asaj çfarë ne po jetojmë. I nxjerr gjëra të troqe ashtu siç janë? Ka dhe disa skena në serial si shpritur, ka patur, pra reagimet si kanë qenë? Thuhet se vlerësimi i saj përket serialit ka qenë 8.6 nga 10. Pra nëse nota maksimale është 10, nota që ky serial ka marrë ka qenë 8.6. Të paktën në fillimet e tij, ndoshta ka arritur edhe 9. Interesant është edhe fenomeni social që e ka shoqëruar, domethënë, po shohim që në botën televizive dhe veçanërisht Netflix pas 13 Reasons Why, 13 arsye pse, solli Sex Education që janë të dyja seriale që prekin shkollën e mesme dhe adoleshentët që janë në shtresë më vulnerabël. Por interesant është edhe fakti që
përveç moshave të reja, është ndjekur shumë edhe nga të rriturit. Domethënë këto dy seriale janë ndjekur shumë nga të rriturit dhe janë promovuar për këtë pjesë që prekin shqetësime. Dhe mendoj që vlen ngrihet pyetja, apo marrin dhe të rriturit shembull nga këto lloj serialesh për mënyrën se si t'i adresojnë problemet dhe shqetësimet e fëmijëve të tyre kur arrin në një moshë caktuar, si t'i bëjnë këto biseda. Është vërtet një pikë për tu ndalur, për të fokusuar, pasi akoma jo vetëm nuk flasim vetëm në Shqipëri, por edhe në Shtetet e Bashkuara apo dhe vendet të tjera të Europës, akoma të flasësh për seksin dhe të edukosh brezin e ri mbi seksin, quhet tabu. Po ka patur reagime negative? Reagime negative për çudi nuk ka pasur, duke qenë se seriali është pritur vërtet shumë mirë. Nuk bëhet fjalë për një cast aktorësh që janë të famshëm apo që kanë luajtur edhe në seriale të tjera. Bëhet fjalë për një cast mjaft modest aktorësh, por që kanë arritur të tërheqin vëmendjen dhe të marrin një pëlqyeshmëri edhe të përcjellin mesazhet e duhura në shoqëri. Sigurisht. Mesazhet janë trajtuar, po, është shumë interesante, prandaj duhet ta shihni nëse ende nuk e keni parë. Pjesa, bashkë do të flasim për Notre Dame de Paris, por në një tjetër aspekt. Albin në francez? Notre Dame. Do të thoya pak me dialekt francez për poshtë. Do të flasim për disa filma që janë frymëzuar nga katedralja e famshme e Parisit. Jo gjithmonë janë xhiruar atje, ose më saktë nuk janë xhiruar dot atje sepse nuk kanë patur mundësinë, por e kanë inskenuar si gjë, edhe e kanë patur në sfond në disa raste ose në disa raste të tjera kanë pretenduar se ndodhen brenda katedrales. Do ta nisim me një film të vitit 1939, Kurizo i famshëm i Notre Dame, i frymëzuar nga romani i Victor Hugo, si shkruar në vitin 1831. Aktorët që interpretojnë në këtë version janë Charles Laughton, pra që bën rolin e Quasimodos, dhe Maureen O'Hara, rolin e Esmeraldës. Shohim edhe disa foto të shkëputura pikërisht nga ky film. Versioni bardhëzi, normalisht, sepse flasim për një kohë për film shumë vjetër dhe normalisht nuk ishte trailer atëherë që shfaqin imazhe nga filmi. Është vërtet shumë emocionuese kur shikon. Kam përshtypjen se gjithë donin të jetonin ndonjëherë në këtë periudhë, në këtë periudhë bardhëzikut, na duket sikur çdo gjë ka qenë bardhëzi. Pas këtij realizimi kalojmë në produksionin e dytë të Hollywood dhe flasim për An American in Paris, një film i bërë në vitin 1951. Kemi një performancë nga aktorët e njohur Gene Kelly dhe Leslie Caron. Ata janë duke performuar dhe në sfond shfaqet katedralja e Parisit, janë duke kërcyer këngën Our Love is Here to Stay. Pra është vetëm një fragment i shkurtër që mund të shihet katedralja, edhe ky një film ikonik që ka mbetur në historinë e kinemas botërore dhe nëse nuk e keni parë, pse jo, ta shihni. Shohim një foto që është shkëputur nga ky film. Edhe veshjet shumë të bukura atë periudhë, apo jo, kapelet që përdornin gjithë luku. Po i rikthehen modës çdo vit. Kalojmë një herë në vendin e tretë. Përsëri Kurizo i Notre Dame, por këtë herë në versionin ndryshe dhe për herë të parë me ngjyra. Po flasim për vitin 1956. Pikërisht me aktorë të tjerë këtë herë, flasim për Anthony Quinn dhe Gina Lollobrigida në rolin e Esmeraldës dhe Anthony Quinn në rolin e Quasimodos. Kjo fotoja është krepur në versionin bardhëzi, por filmi është me ngjyra këtë herë, siç e përmenda edhe pak më përpara. Ja teksa shohim disa fragmente nga filmi. Skena të ndryshme, kjo është edhe coveri, le të themi kështu, që bëhet për promovuar një film. Shumë bukur i realizonin atëherë me këto ngjyra, nuk e di pse, më pëlqejnë shumë asaj periudhe. Kopertina poster, po. Okej, pas Kurizos, në versionin e vitit 1956, kemi një tjetër film, po flasim për Breathless. Viti 1960, historia e një keqbërësi, le ta quajmë kështu, i cili bie në dashuri me një gazetare. Rolet interpretohen nga Jean-Paul Belmondo dhe Jean Seberg. Shfaqja e katedrales përsëri në sfond në momentin kur ata të dy takohen dhe njihen për herë të parë. Pra nuk kurse janë parë më përpara, hera parë që njihen është me katedralen në sfond, ku ka pamje më të bukur se ajo apo jo. Shohim dhe pamë edhe një foto nga filmi. Tani do kalojmë në një tjetër klasik. Kemi Charade, filmi ose Charade, si mund të quajnë në frëngjisht. Me shumë mundësi. Me shumë mundësi e godita. Mjafton ta bësh mundore, di.
Jemi në vitin 1963 dhe po flasim për dy ikona të kinemas, Cary Grant dhe Audrey Hepburn. Historia këtu ka të bëjë me një vajzë e cila ka humbur bashkëshortin e saj dhe po kërkon të gjejë se kush është kriminali, pra kush e ka vrarë, edhe personin kur e takon, prapë takon me sfond katedralen e Parisit. Ka qenë pikë takimi. Bie me dashuri me vrasjen e të shoqit. Ndoshta, nuk po zbuloj. Po, e kam parë filmin se është klasik dhe normalisht i flasi për një histori dashurie edhe këtu. Kalojmë në një tjetër version të Kurizos, më preferuari nga të gjithë. Ne flasim për produksionin e Disney këtë herë, versioni vitit 1996. Në fakt është konsideruar si një nga filmat më të errët të prodhuar nga Disney. Kalojmë një herë tek një film tjetër, Amélie, një tjetër klasik francez i vitit 2001. Po këtë jam sigur djesa që e njohin të gjithë. Një pjesë e madhe po Albi e njohin në fakt, po flasim për një vajzë e cila ka patur eksperienca shumë të mira për sa i përket katedrales Parisit, pasi e vizitonte atë shumë shpesh, derisa në moshën 6 vjeçare ajo shkon në katedralen e Parisit dhe pa që fatkeqësisht nga maja më e lartë një djalë hidhet sepse vendosi të kryente vetvrasje dhe bie mbi nënën e saj. Pra mbi nënën e Amélie, nëna e saj ndron jetë dhe për këtë arsye ajo u traumatizuar që nga ai moment dhe aty fillon gjithë peripeciat e ky film. Ne shohim edhe disa pamje nga traileri zyrtar i filmit. Një mister, do të thoja, rasti i Amélie. Ndoshta është rikthyer për hakmarrje në këtë rast. Shko, jo më kot kanë ngelur një nga filmat më të pëlqyer në histori, domethënë e ka pasur diçka ky film. Një tjetër film që e vlen të përmendet është Van Helsing. Personalisht nuk e kam parë këtë, po lexova në internet që kishte shumë komente pozitive për këtë film të 2004-s, ku rolin kryesor ka Hugh Jackman dhe Kate Beckinsale. Katedrala e Parisit këtë herë shfaqet në dy luftimin mes dy personazheve. Një tjetër mënyrë për të shfaqur katedralen në versionin e saj të errët ky dy luftim, ndërkohë filmi i fundit është Tre Musketierët, versioni i vitit 2011, më i freskët ky. E kemi parë ndoshta pjesa më e madhe këtu, një fragment shumë i shkurtër është ku shfaqet katedralja. Falenderoj Liesa për këto pamje dhe informacione që besoj ishin të përmbledhura nga vitin e vit. Ka shumë kurështar që duan të dinë rreth më tepër rreth Notre Dame dhe sidomos tani pasi ndodhi dhe zjarri, pash madje një artikull që thoshte kishin nxjerrë në shitje librat e Hugo's, Katedrala e Parisit, në përballë me çmime marramëndse, vetëm prej asaj që ndodhi, po shfrytëzoi rastin dhe të fitojnë. Çfarë bën marketingu, pushteti marketingut, ndërkohë që ne nga marketingu dhe nga kjo do të kalojmë tek arredimi. Do të kalojmë fakt tek shtëpitë ekologjike. Janë një trend, por edhe një drejtimi i ri që po marrin shtëpitë e së ardhmes, sa i përket mënyrës se si janë ndërtuar, mënyrës se si mirëmbahen. Bëhet fjalë për shtëpi që në thelb kanë materiale të riciklueshme. Unë do t'i zbuloj të gjitha pasi duaj që të ndiqni një insert që kemi përgatitur me arkitektën tonë dhe më pas të kthehemi ta komentojmë në studio. Koncepti sustainable architecture gjeneron në fakt edhe konceptin eco-friendly ose green architecture. Do të thotë qëndrueshmëria në arkitekturë sjell si nevojë përdorimin e materialeve që janë miqësore, le të themi, me natyrën, me ekologjinë, për të pasur qëndrueshmëri në jetësinë e tyre dhe për të raportuar edhe mirë, po themi, me natyrën vetë. Janë një sër komponentës që bëjnë diferencën mes një shtëpie eco-friendly dhe një shtëpie të zakonshme, siç janë panelet solare, panelet fotovoltaike, koncepti i biomasës, i cili në thelb do të thotë përdorimi i materialeve të riciklueshme dhe i teknologjive të rinovueshme për të gjeneruar elektricitet, njësoj dhe dy të parat. Njëra shërben për të siguruar ndritshim dhe tjetra shërben për të siguruar elektricitet. Së fundmi, edhe teknologjitë e përdorimit
cilat në fakt në të vërtetë janë teknologji të vjetra përdorimi, por kanë filluar të ripërdoren, përdorimet të ujrave të shiut, në shërbim të hapësirave të banesave të tyre kanë filluar të jenë eficiente. Vlen për të përmendur gjithashtu dhe tendenca e viteve të fundit për të realizuar terrasa të gjelbëruara në të cilat njerëzit pranë hapësirave ku banojnë mund të kultivojnë edhe fruta ose perime të ndryshme. Postot në fakt janë të ndryshme në varësi të asaj që duam të ndërtojmë, sepse mund të përdorim disa lloj teknologjish, mund të përdorim edhe vetëm një lloj teknologjie, për shembull, përdorimi i paneleve diellore, solar panel, është më i përhapur në vendin tonë dhe mund të citoj dhe që ka komplekse turistike në të cilat janë përdorur panele diellore edhe prej më shumë se 15 vitesh në Shqipëri, për fat mirë, dhe një panel diellor ka një vlerë për 60.000 lekësh të reja. Kjo është pra e mira, që ti investon në fillim një sesi të caktuar parash, por në një gjatësinë atyre ajo të ka kushtuar ndoshta dhe 2-3 fish më shumë se ç'do të bënte një sistem i zakonshëm. Mund të tregoj në fakt të rastin e një shtëpie e cila cilësohet si shtëpia e parë ekologjike në Shqipëri. Ka përdorur një sistem tepër interesant që nuk e dëgjojmë për ditë. Është përdorimi i temperaturës konstante të tokës, që mund ta gjejmë 2 metra nën tokë në të gjithë botën. 2 metra nën tokë temperatura është konstante 18 gradë Celsius. Dhe kjo është temperaturë e mirë dhe në dimër dhe në verë. Pra edhe kur temperaturat janë 0, të ftohta apo minus, ne arrim të marrim temperaturën konstante të tokës në 2 metër dhe ta kthejmë brenda shtëpisë tonë me anë të një sistemi tubacionesh. Po ashtu dhe gjatë verës, në temperatura shumë të ngrohta, ne mund të përdorim po të njëjtën mënyrë, pra temperaturën 18 gradë Celsius brenda hapësirës tonë për të freskuar. Kjo është teknologji shumë interesante, funksionon pa motor. Është sistem thjesht tubash i cili gjeneron ajrin, pra merr ajrin nga toka dhe e kthen brenda në hapësirat tona. Duke filluar që nga materialet teknologjike të cilat riciklohen dhe sillen në një formë tjetër, do të thotë baraz me më pak mbetje. Përdorimi i burimeve natyrore, do të thotë baraz me më pak shpenzim parash edhe më pak ndotje. Përdorimi i hapësirave të gjelbëra, sigurisht na e bën jetën më të mirë, ka më shumë oksigjen, më pak dioksid karboni dhe krijon një sistem më të qëndrueshëm për jetëgjatësinë tonë edhe të pasardhësve tanë. Something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't. Alba, ne qetësohemi me këtë muzikën, por qetësohemi edhe duke parë pasere nga... Duke parë se çfarë do ham pastaj. Jo, më të dish se çfarë arome po vjen këtu dhe për pak do kaloj dhe atje. Aroma dhe ne këtu Kristi, kështu që na kënaqe, do ta themi na kënaqe. Alba, nuk e di si tu duken ideja e shtëpive ekologjike. Është risi për tregun shqiptar dhe shpresoj që të përqafohet nga shumë njerëz që do duan ta kenë të tillë. Nuk e di nëse sa do jetë e mundshme, pra sa mund të gjenden të gjitha në Shqipëri, apo duhet të importohen, pra do të është vështirë të gjenden materialet këtu? Arkitekta e cila na foli dhe themi më konkretisht për shtëpitë ekologjike, na tregoi që në Shqipëri
vila ku ne ishim ishte vila e parë dhe vetëm ekologjike që ndodhet, pra që është e ndërtuar. Shpeshherë përdoren elemente ekologjik, siç janë panelet diellore që përdoren nga hotelet të ndryshme apo biznese për të kursyer le të themi energji dhe kosto. Megjithatë, shtëpi konkrete ekologjike janë të pakta, janë shumë të pakta. Ne shpresojmë që duke qenë se rasti i kësaj vile është tashmë në Tiranë dhe shumë mund të kenë mundësi dhe ta shohin nga afër, le të thetë një shembull edhe për të tjera që do të vinë në të ardhmen. Kam përshtypjen se shtëpitë ekologjike kushtojnë paksa më shumë se një shtëpi e zakonshme. A është mundur domethënë për një pjesë të mirë këtu në Shqipëri që ta blejnë një shtëpi tillë apo të kenë një shtëpi të tillë? Le të themi Liesa që shtëpitë ekologjike kushtojnë sa i përket, do të thënë është një investim të cilin ti e bën në fillim, siç e tha edhe vajza, ti bën një investim në fillim, investon pak më tepër, duke qenë se do që të kesh disa për shembull materiale të riciklueshme apo të kesh traca të gjelbërta të cilat vërtet të harxojnë pak më tepër para, por ti merr të rikthehet gjithçka në vitet në vazhdim, duke qenë se si nga tracat e gjelbërta, si nga materialet e riciklueshme janë gjëra që ty nuk do të duhet ti ndrosh kostot më të ulta për shkak të ruajtjes së energjisë. Sigurisht, vajza foli për një sistem mjaft interesant kondicionimi që merret nëpërmjet nën tokës, pra ti nëpërmjet nën tokës mund të kondicionosh të gjithë ajrin e shtëpisë duke lënë atë konstant në temperaturë 18 gradë Celsius, si në dimër ashtu edhe në verë, që është në temperaturë le të themi optimale për të dyja stinat, dhe ti këtë gjë e bën vetëm nëpërmjet një tubi i cili nuk ka nën tokë, i cili nuk ka nevojë as për motor. Pra, ja një mënyrë shumë e mirë për të kursyer energji dhe pse jo për të ndotur sa më pak, duke qenë se motorët sigurisht e dim gjithë që kanë mbetje pafund. Një element interesant në fakt që gjeta për shtëpitë ekologjike ishte që disa prej tyre kishin banjo të veçanta që quheshin banjo dekompozuese. Unë nuk e dija këtë Joel, as vajza nuk më e tha, por më bëhet qefi që e kanë nxjerrë si ishin banjo të thata dhe quheshin tilla pasi pas përdorimit nuk shplaheshin me ujë, por mbi të vendosej ose tallash, ose është ajo pjesa e sipër me arrës kokosit që është si me qime vendoset sipër dhe kjo ndihmonte në dekompozimin e mbetjeve për arsye sepse krijoheshin xhepa ajri dhe nëpërmjet oksigjenimit ishte gjithashtu domethënë një material ekologjik i cili mund të rivihej në funksion në vazhdim. E merrte toka dhe rivihej në funksion. Ku ka më mirë që të shpëtojmë dhe të gjejmë mënyra se si të shpëtojmë planetin tonë në tokë. Alba, unë jam shumë i fokusuar te kjo pjesa e si të mbrojmë ekosistemin, kështu që ato do thoya sepse edhe ata që gatuajnë si unë, Kristi, për shembull janë të fokusuar drejt ruajtjes ose mos ndotjes së ambientit duke mos përdorur plastik etj, siç dhe dihet. Kristi apo jo? Po, mos e vërtet Alba dhe unë do të thoja që në fakt shtëpitë ekologjike se pyeti Liesa kushtojnë më shumë. Është një investim në fakt dhe në momentin që është investim jo të gjithëve mund t'ja përballojë xhepin në një moment, por kjo nuk është e limituar vetëm për Shqipërinë, sepse dhe jashtë jo të gjithë kanë mundësinë ta përballojnë një shtëpi ekologjike. Por mendoj që është nga ato investime që është një investim i gjatë, bën tani dhe ta kthen mbrapsht ndër vite. Po njëjta gjë si ushqimi, që në momentin që ushqehesh mirë ta kthen kur të jesh në një moshë të thyer le të themi, ta kthen në shëndet dhe jo në ilaçe. Ajo që unë doja të thoja është që mundësitë ekologjike kanë hapësirën perfekte për të krijuar edhe këto tarracat e gjelbra, ku ne mund të kemi vazot dhe të krijojmë atë baçën tonë të vogël në këtë ambient. Dhe unë Kristi na ka treguar në fakt shpeshherë që përveç se edhe vetë kanë balkonin e saj disa për shembull na tregoi që kishte avokado. Që mua merdi vërtet atë vit. Edhe unë kam tentuar, pa akoma nuk ka e kemi marrë, akoma nuk kam nuk e di se çfarë po ndodh. Është një kulturë që po e kanë shumë njerëz. Ku ka më mirë se sa ta rrisësh vetë edhe në mënyrë organike. Alba, unë them ti anoncoj pak edhe rrjetet sociale, me që se jemi ta kemi të gjithë vëmendjen te ekosistemi, por të flasim pak edhe për Instagram, Facebook, ditë për ditë në TV Klan. Është një faqe dhe ku ju mund të çoni çdo video tuaj, të çoni çdo material që ju duket interesant, që ne mund ta përfshijmë në emision. Dhe pse jo, bëjmë pjesë e jona. Patjetër, siç e thamë pak më parë, do shkëputemi për një hapësirë tjetër publicitare, do themi sërish në studio.
Që do presim kampionin e fuqit të garave me motora, Erius Tufën, i cili po bëhet gati, po e mikrofonon Çeku, dhe ju presim këtu. Ti kemi reshtuar gjithë kupat këtu, që mos t'i gjetë asnjërin satri. Okej. Do kupat që shihni, do doni shumë të shitonat, por jo janë të gjitha të, mund ta themi Valentino Rossi shqiptar? Nuk i di, po pak a shumë. Mirë se erdhe mes nesh. Erius Tufa është kampion në fuqi i garave me motora. Pra edhe në Shqipëri ne kemi një kampionat të mirëfillt, apo jo? Po. Për sa kohësh organizohet ky kampionat dhe kush organizon? Deri në 2010 kam filluar domethënë si kampionat, Federata Shqiptare domethënë, dhe tani ne bëjmë garat me bashkëpunim me Enduro në Albania, që na mundson garat që dalin akoma më të bukura. Po, prej sa kohësh je fitues? Sepse ti ke shumë kupa dhe unë dua di sa gara ke bërë deri tani. Këto 2 vitet e fundit i kam fituar të gjitha. Pra ti ke 2 vjet rresh që nuk le askë tjetër të fitojë, je ti në fuqi. Në fakt, pyetja e parë që më vjen në mendje është, a është e rrezikshme dhe a ndihesh ndonjëherë i friksuar në momentin që ngjitesh në motor, sepse adrenalina rritet gjatë kohës që jeni duke Jo, normal që është e rrezikshme, po kur hyn motorit harron gjithçka. Çdo gjë. Në çfarë shpejtësish garoni zakonisht? Ne na shkon në pistat e vogla, na shkon shpejtësia te 150-a në pistat e vogla. Kilometra në orë. Po. Ju si për çdo sport ekstrem, normalisht duhet edhe ty një lloj trajnimi i duhur që t'jesh në formë për garat. Sa të merr kohë ky trajnim? Po, normal që të merr kohë, do të jesh i stërvitur, që të kesh një performancë akoma të mirë me krahasuar me pilotët e tjerë. Ti stërvitesh i vetëm, ke një ekip tëndin, ke një person? Po, kena një ekipin ton, që stërvita dhe më me ekipin ton. Dikush që merret me motorin, me rregullimin e motorit, dikush merret me performancën tate. Pra, le të themi është punë skuadre. Po, punë skuadre. Erius, të mbetim pak tek garat. Më saktë kjo që do të vi. Kur është kampionati i radhës? Për këtë vit akoma s'ka filluar, është pas nesër. Pas nesër. Është sheshin Nën Tereza, është super gar, kena pilot nga Greqia, domethënë që kanë performancën e tyre për stang. Enduro Albania ka bërë një bashkëpunim super që na ndihmon që edhe ne të hesim më përpara dhe të arrijmë diçka më shumë. Dhe Shqipëria të ketë një sport. Dhe ti do jesh nga pjesëmarrësi, pra një nga pilotët. Po, një nga pilotët, po. Erius, po këtu kemi në Enduro Albania ka dhe pilot tuaj që marrin pjesë, apo? Po, kena nga Greqia, nga Finlanda, kena dhe një pilot nga Finlanda që vinë nga garën e ne. Ndërkohë kemi dhe pamje nga garat që janë zhvilluar kohët e fundit. Në fakt duhet thënë se Enduro Albania, pak në le të themi gara, është një garë që organizohet çdo vit apo jo? Çdo vit dhe bën shumë gara, tani kena filluar të bëjmë gara të çdo qytet shqipërisht. Çdo qytet të shohë diçka live. Kjo që do të ndodh pas 2 ditësh, do të ketë piknisje në sheshin Nën Tereza, po ku do të përfundojë? Si do të jetë Gara është cirkuit, që do thotë të gjithë gara është e shikueshme. Do të jetë rrumullak, domethënë që mund të shikohet, domethënë çdo gjë është transparente. Nuk ka e mori filoni. Do na tregosh pak lokacionet dhe trajektoren se ku do të kaloj, ku do të kalon. Rrumullak sheshit Nën Tereza do bëhet pistë e përmëzuar me kthesa, që do ketë më shumë kthesa dhe 2-3 vjet të drejta. Pra gjithçka do të ndodhë në sheshin Nën Tereza, për ata që janë të interesuar dhe të ndjekin nga afër. Diçka në sheshin Nën Tereza. Erius, po për shembull shpejtësia, deri në çfarë shpejtësie mund të arrihet gjatë garës? Në garë shkon deri 150. 150. Po. Por për shembull mund ta krahasojmë me MotoGP-n? Është pra njëjti standard, njëjti më thonë, pak a shumë po thjesht që është me një pistë më të vogël dhe kena motorat më të vogël se sa MotoGP-ja. Pra nuk janë kubik shaq sa që janë në Jo, sa MotoGP-ja. Dhe MotoGP-ja janë veçantë, s'kan lidhje me. Po për shembull stërvitjen, ku e bëni? Para këtyre garave për shembull. Stërvitjen e bëjmë ke Katodrom Treshi, që është në Vaqar. Morëm një pjesë, ajo është pistë asfalt komplet, aty stërvitna për garat asfaltit. Pastaj kena edhe pistën e dhejut motocross, e kena në Sorrel, e ka bëu dhe i bëjnë
bëjmë këtë dy. Pra ka terren për ata Po, që duan ta kena, ushtrojnë. Po për kena. shembull për ata që duan të nuk e di, të bashkohen me ju, ndoshta të garojnë me ju, si funksionon, ku duhet të drejtohen? Ne presim çdo pilot i ri që vjen, e presim dhe mbështesim dhe ndihmojmë që i të ecim më përpara, sepse në Shqipëri është shumë vështirë për të ecur përpara, plus do kesh buxhetin tat, po s'pa buxhetin tat. Pra nëse ai nuk ka buxhet ose të tipit një motor nuk mund të jetë pjesë e Ose mund të vini sponsor, mund ta ndihmoj për t'i dhënë një motor diçka të tillë. Ai do të jetë i veshur, normal do të ketë kostumin e tij të garës dhe motorit të jetë brenda normave teknike. Nuk mund të jetë një motor do sepse rrezikon dhe pilotët tjerë që janë aty afër. Thonë që mes pilotit dhe motorit ekziston një lloj lidhje e padukshme. Edhe janë pak të fiksuar me motorat, i trajtojnë si fëmijë le të themi, kujdesen në mënyrë shumë të veçantë. Me ty si ndodh me motorin? Pak dashuri, ka dashuri domethënë, po thjesht është dashuri e hekur. Dhe ka dashuri, dikush i kanë vënë emrat motorët e vet, dikush e ka. Vërtet? Ti i ke vënë? Jo, akoma jo. Dikush kanë vënë emrat e vet. Njoni ka SpongeBobin, tjetri ka Velpra, dhe kanë emrat e vet, pseudonimet e vet. Ju i bëni dhe gjithashtu ture nëpër Shqipëri? Do doja të ndiqim dhe pamje ndërkohë që flasim, janë ture në zona të ndryshme të rrellit, pra si është kjo bashkëpunim me rrellin? Rrelli Albania domethënë bën gara shumë të bukura, vinë shumë pilot nga gjithë bota, po janë pak gara domethënë shumë më të gjata që nuk mund të shikosh të gjithë garën. Sepse nisesh në Tiranë dhe do ikesh në Pogradec, do ikesh në Saran, do ikesh në Tropoj, është 900 km garë, 1000 km garë. Është shumë e gjatë si garë, domethënë. Dhe do pak të gjitha. Lek, motor, sponsor, çdo gjë. Është e vështirë ta përballosh vetëm, pra. Po, është e vështirë ta përballosh vetëm. Çfarë kujdesi duhet për motorin? Për shembull ti konkretisht çfarë ka një nevojë specifike motori? Po, normal, domethënë do kujdesin e vet, ndron gomat, vaj fitra, domethënë këto janë të përditshme, domethënë sidomos gomat do të jenë gomat përshtatshme për pistën, që edhe ato kushtojnë goxha. Erius, ne kemi këtu në studio shumë kupa tua. Më fal, Albi, se doja duke qenë se jemi duke ndjekur pamje, do doja Erius të na thoshte ku janë bërë këto xhirime? Kjo gara është bërë në Fark. Në Fark, liçeni Fargës. Ka qenë një super garë. Pra kjo mund të hyte sportet ekstreme në Shqipëri, si funksionon, si quhet në gjuhën tuaj? Futet sportet ekstreme se nuk e bëjnë të gjithë. Janë shumë pak vetë që bëjnë domethënë të tilla gara. Ju dhe për këto gara, le të themi ekstreme, pra jo në asfalt, stërviteni njësoj? Si funksionon stërvitja? E ndryshojmë terrenin, nëse kena këto bëjmë terren të vështirë. Në terren të vështirë. Sepse do të jesh dhe i mirë fizikisht që ta përballosh një garë të tillë, sepse të lejnë durët dhe nuk shtyp as freksionin, nuk shtyp. Je i mbarum. Tani do kalim tek Albi që tha për kupat. Jo, unë isha kurioz sepse duke qenë se shohim kaq shumë kupa dhe trofe. Po. E ke menduar ndonjëherë se janë pak, jo shumë kam prap. Kja akoma në shtëpi. Kemi pak në pjesën tjetër të studiot. Erius do të të pyes pak, ka qenë ndonjëherë dëshira jote që të marrësh pjesë ose të kanë dhënë këto kupa dhe trofe mundësinë që të marrësh në pjesë në kompeticione jashtë? Po, dhe jashtë domethënë kena kompeticione, po thjesht duhen më shumë kushte dhe duhet më shumë lek të promovosh jashtë Shqipërisë. Nuk ka asnjë lloj mbështetje për këta ciklistë që duan të Ka shumë pak mbështetje, domethënë janë këto sponsorët tonë, dikush pak Red Bullin na ndihmon pak me evenementin, dikush në dyqan rrobash na ndihmon pak, po jo që na ndihmojnë. Pra është e vështirë që e kuptoj. Është e vështirë që të jetë profesionale nga të gjitha anët, por Po, domethënë është e vështirë, ndërkohë që ka pilot profesionist, domethënë që garojnë profesionist dhe janë në nivel të lartë, dhe tjerë që presim, pilot tjerë që edhe ne i mësojmë, i japin kurajon që ato të vazhdojnë më përpara, që ta ndërrim sportin e motociklismit në Shqipëri të jetë sa më i madh, të ketë më shumë pjesëmarrje. Po, duke qenë se jemi te pjesëmarrja, gara që do bëhet të shtunën, më the. Po. Çfarë ore dhe që edhe publiku që na ndjek të jetë aty prezent, si mund të shkojë? Po, aktiviteti fillon në orën 10 në mëngjesit. Dhe është gjithë dita në orën 12 janë dy pilotët grek që kanë stang, më thonë që përfundojnë stang, 12 deri 1, pastaj në orën 2 fillon përgatitet provat e garës, provat lira, nëse në orën 3:30 fillon gara Supermoto kampionati shqiptar. Okej. Kështu që do t'jemi, besoj dhe ne të gjithë prezent, të falenderojmë dhe ty për prezencën tënde. Të urojmë fitore. Që na bëre çfarë. Unë do doja të ftoja të gjithëve
Patjetër, Ose ta marrim dhe ju patjetër që deri ju, patjetër që Ne si po presim të provojmë. Se spinaqi bën mirë sidomos sportistëve, kështu që kemi bërë tradita shumë me të Po. shtuarit. Kush është i fundit tu Erius, ne e ftojmë dhe në këndin e Wow, Kristi. Ta ftojmë mikun në qendër? Po, patjetër. Se kam përshtypjen që përpos gjithë aktivitetit edhe ushqimi është një pjesë shumë e rëndësishme dhe e jotja. Jo, patjetër, ta ushimin nuk jena ku me shku. patjetër duhet kesh dhe fuqi për të gjitha të motor, kështu që ne të urojmë suksese tek gara e ardhshme. Kristi? Unë ndërkohë po flas për pjesën time, se Po, për atë pjesën jam tënde, eksperte. Ne po. kemi përgatitur sot mini kek me spinaq dhe banane. Siç e thash edhe një herë, mielin e kemi zëvendësuar me tërshërën, të cilën e kemi bluar dhe e kemi pjekur për 20-25 minuta. Siç e shikoni, kemi dy versione, versionin ku grobzat ishin lyer me pak vaj dhe versionin me letrat e mini kekëve. Kështu që ne jemi gati për t'i shijuar të gjithë, Erjoni do t'na japi më pas një përshtypje dhe juve nga shtëpia uroj që ta provoni këtë recetë. Ju falenderojmë që na ndoqët dhe sot, që jemi sërish nesër në 13:45. Kalofshi bukur. Why you think